Ka qenë duke ecur në trotuar, por është qelluar për vdekje me 3 plumba me pistolet me silenciator. Palok Lazri, 51 vjeç nga fshati Melgushi i komunës Bushat në Shkodër, është ekzekutuar në qendër të qytetit, pranë urës së Dervishi Beg, pranë një lokali mesditën e së mërkurës. Për shkak të 3 plagëve të marra, 51 vjeçari ka humbur jetën ende pa mbërritur në spital. Nga ana tjetër, në vendngjarje kanë mbërritur forcat të shumta policie dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes, identifikimin e autorit dhe arrestimin e tij. Sipas grupit hetimor, ekzekutimi është kryer nga një distancë mjaft e afërt, ndërsa dyshohet se autori ka qenë në grumbullimin e personave që në atë moment kanë qenë duke lëvizur në trotuar. Sipas uniformave blu, përdorimi i silenciatorit ka ndihmuar autorin për t'u larguar, pasi deri në momentin e rrëzimit të viktimës në tokë, asnjë dëshmitar nuk e ka vëretur diçka që nuk shkonte me 51 vjeçarin, ndërkaq efektivet e policisë kanë ngritur disa pjesa hetimi, pasi viktima ka qenë një person i mbajtur në vëzhgim nga policia, sepse dyshohet se mund të ketë pasur lidhje me grupe që merren me trafiqe të qenieve njerëzore apo dhe lëndëve narkotike. Një tjetër pistë ku po hetohet është edhe ajo e borxheve, pasi 51 vjeçari ka patur borxhe të cilat kapin shifrat e afër 500.000 eurove, ndërsa në pamundësi për t'i paguar, mund të jetë ekzekutuar. Megjithatë, puna e grupit hetimor vijon intensivisht edhe pse deri më tani nuk ka ndonjë të dyshuar. Në momentin e ngjarjes, rruga ka qenë e mbushur me kalimtar, por fatmirësisht asnjë prej tyre nuk është lënduar.